إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Vëllazi, kemi vazhdu të flasim për atë se çka ka lexuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në namaz. Edhe kemi arritur asaj se te ajo se çka ka lexuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në salat al-lejl. Salat al-lejl do thon namazi i natës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nkajher ka lexuar me zonta, ka lexuar pa zon në namaz të natës. Nga njëherë ka fal shkurt namazin natës, nga njëherë ka fal gjatë. Bile ka fal shumë gjatë. Saqë Ibn Mas'udi radiallahu ta'ala anhu njëherë që është fal mas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ka thonë: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل وما هممت قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. Thot njëherë jam fal me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam natën dhe vazhdoi thot të qëndroj në këmbë derisa mendova thot ta bëj një gjë të keqe. Derisa mendova ta bëj një gjë të keqe. I ka thonë: "Çka ke menduar të bësh?" Tha: "Mendova thot të ulem dhe ta lej Muhammedin sallallahu alaihi wasallam." Pse? Sepse Muhammedi sallallahu alaihi wasallam hadith në namaz ka fal ka këndu surën Bakare, pastaj surën An-Nisa, pastaj surën Al-Imran. Këto i ka surat të gjata që janë gati 5 gjuze, gati 200 faqe, gati 100 faqe të Kur'anit. I ka lexu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në atë namaz, dhe ka lexu gjatë sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Prandaj thot pastaj Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu thot prap një hadith tjetër thot: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففتح البقرة فقلت يركع عند 100 ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأ يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع صلى الله عليه وآله ثم ركع صلى الله عليه وسلم الحديث. Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu është një prej sahabive pashtë që është fal namaz natës Muhammed sallallahu alaihi wasallam vetëm. Nga se Muhammed sallallahu alaihi wasallam shumica namaz natës ka fal vetëm. Nga njëherë është fal me dikën nga sahabët e tij. Për shembull është fal me Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu kur ka ardhur te halla te tezja e tij Maimunja, që ka qenë gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është fal me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është fal gjatë. Pastaj është fal Abdullah ibn Mas'udi njëherë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhum. Po ashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka fal namazin natës me xhamat në xhami. Këto namazet tjera kanë qenë në shtëpinë e Muhamedit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ai po të thot një herë jam fal me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam natën, thot dhe filloi me surën Bakara. Edhe kam menduar kanë thënë do të bëj ruku me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në pas rekatit pas nisën ajeteve. Thot atë thot vazhdoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam akoma. Thot mendova pasaj se do ta plotsoj, do ta këndoj surën Bakara, dhe do të bëj ruku. Thot edhe atë ka vazhdu prapë nga mëson. Pastaj kam thënë se do të bëj ruku me ta.
Pra pastaj thot pejgamberi sa më ka filluar me surën An-Nisa, e ka lexu. Pastaj thot e ka filluar surën Al-Imran, e ka lexu. Edhe ka lexu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mënyrë të qetë dhe të mirë sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur ka kalu thot në një ajet ku ka pas tasbih, ku ka pas subhanallahu përmend, ka thon subhanallahu. Thot kur ka pas një ajet ku ka lutje ndaj Allahut subhanahu wa taala, se kërkesë diçka ndaj Allahut, e ka lutur Allahun subhanahu wa taala. Ku ka pas kërkim mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala, ka kërku mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thot ka rënë në ruku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot njëherë thot ka kënu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot ka qenë një natë është falë, edhe pse ka qenë smur, thot I ka lexu 7 surat e gjata. 7 surat e gjata në Baqara, Al Imran, Nisa, Al-Maida, An'am, Al-A'raf wa At-Tauba. I ka lexu gjitha këto sura Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do thot 10 xhuze e gjys. 10 xhuze e gjys, 207 faqe të Kur'anit, thot 1/3 e Kur'anit e ka lexu me një natë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot nga një herë ka lexu thot në një rekat, çdo rekat e ka lexu nga një sure prej këtyre sureve të gjata sallallahu alaihi wasallam. Nuk dihet thot që Muhamedi sallallahu nga njëra ka lexuar tër Kur'anin brenda një nate. Bile pejgamberi sallallahu nuk I ka pëlqyer Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma që kur I ka thënë atij që I ka thënë atij të lexojnë, nga se Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma ka pas vullnet të madh të bëj ibadet. Dhe I ka propozuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të lexojë Kur'anin çdo natë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë iqra al-Qur'an fi kulli shahrin. Faqala inni ajidu quwwatan. Thon, lexoj ka thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Kur'anin në një herë në muaj. Plotsoje do thot librin e Allahut subhanahu wa taala një herë në muaj. Ka thon un po gjej forcë, mund ta bëj edhe më shumë. Ka thon atë lexoj ka thon në 20 net. Ka thon un kam forcë, mund ta bëj edhe më shumë. Ka thon lexoj ka thon në 7 net. Do të edhe mos ja shto këtë. Mos ja shto. Pastaj ja ka lecu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja ka mundsu ta këndoj Kur'anin në 5 net. Në 5 net. Pastaj në fund ja ka leju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të lexoj Kur'anin në 3 net. Çdo natë të lexoj 10 xhuze. 10 xhuze, ashtu siç ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur I ka lexuar 7 surat e gjata. Dhe ja ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të lexoj më gjatë, më shumë, do të se sa kjo. Dhe I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men qara al-Qur'ana fi aqall min 3 lam yafqahu. Do të kush e lexon Kur'anin më pak se 3 net, thot nuk e kupton atë. Qëllimi I leximit të Kur'anit është që ta lexojmë atë, të fitojmë sevape, po ashtu të kuptojmë se çfarë po lexojmë. Të kuptojmë se çfarë po lexojmë. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la yafqahu man qara al-Qur'an fi aqall min 3. Nuk e kupton thot, edhe nuk e kupton Kur'anin thot ai që lexon më pak se 3 net. Më pak se 3 net. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ashtu ka thënë fa inna li kulli 'abidin shirratan wa li kulli shirratin fatra wa li kulli shirratin fatra fa imma ila sunnatin wa imma ila bid'ah. فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. Ky hadith është madhështor. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që çdo ibadetxhi e ka një kohë të zellit të madh. Çdo kush që e bën ibadet Allahut, çdo kush që është I ri në Islam, e ka një kohë të zellit të madh, të elanit të madh. Pastaj thot I vjen një kohë e pushimit, ose faktisht mas vjen një kohë që nuk e ka më atë zell. E nëse kjo kohë e pushimit pas zellit të madh të çon drejt sunnetit, thot ke shpëtu, edhe je udhëzu. E nëse të dërgon drejt bidatit, thot ke humbur, dhe je shkatru. Këtë çdo kush nga ne e vren. Çdo kush nga ne e din kur ka qenë I ri, edhe kur ka qenë në fillim të fesë edhe praktikimit të Islamit, ka pas vullnet më të madh, ka pas elan dhe ka pas zell më të madh për të bëj ibadet Allahun subhanahu wa ta'ala.
pastaj ka vjen një kohë kur robi nuk e ka më atë zellin që ka pas më herë. Mirë po atëherë është kohë vendimtare, kur zgjidhen rrugët, kur dihet se nga pjamban robi, apo janë ban rrugës së sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe udhëzimit në rrugën e drejtë, apo po janë ban rrugës së hamendjes edhe dyshimeve dhe bidatit, dhe atëherë është shkatrimi i robit. Atëherë është shkatrimi i robit kur pason bidatet, pason hamendjen, pason ata që nuk është në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në për namaz natës, ka thonë men salla fi lejletin bi mi'atay aya fa innahu yuktabu min al-qanitin al-mukhlisin. Kush i lexon në namaz të natës 200 ajete, shkruhet për atyre që qëndrojnë shumë në ibadet e Allahut subhanahu wa taala, edhe për atyre të cilët janë të sinqert, kanë ikhlas ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pastaj shpesh pejgamberi sa nga njerëz çdo natë ndoshta ka lexuar surën Bani Israil, surën Bani Israil. Dhe nga njerëz ka lexuar surën Zumar ka lexuar pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nga njerëz sura Bani Israil për ndryshe quhet sura Isra, ose Bani Israil ose sura Isra. Nga ka lexuar surën Zumar. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë në një hadith tjetër, ka thënë kush lexon në një natë 100 ajete nuk llogaritet për atyre që kanë gaflet, ata të cilët janë të shkujdesur ndaj ibadetit të Allahut subhanahu wa taala. Nga një herë thot i ka lexuar në çdo ruku të namazit të tij të natës 50 ajete apo më shumë. Tash nëse shikon 50 ajete i ka lexuar pejgamberi, i ka fol pejgamberi sa më thot 8 recate plus 3 vitrin, 8 herë pas i vjen 8 herë pas i vjen 4000 dhot i ka lexuar 400 ajete pejgamberi sallallahu alajhi wasallam brenda namaz. 400 ajete janë sa me thon bashk sura Baqara me surën Al Imran. Yani i kanë të gjitha bashk, i kanë të gjitha 452 ajete. 456 ajete. Nga njerë ka lexuar në namaz natës surën Qul ya ayyuhal muzammil. Ja ayyuhal muzammil, që është më e shkurt. Nga njerë është falë tërë natën, sallallahu alaihi wasallam, tërë natën, dhe nuk ka pushu fare, sallallahu alaihi wasallam, mirë po, ky veprim i tij, sallallahu alaihi wasallam, ka qenë më i rrallë. Ky veprim i pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka shikuar Abdullah ibn Khabbab ibn Arat radhiyallahu anhu, dhe është i cili ka qenë prej atyre që ka marrë pjesë në luftën e Bedrit, Abdullah ibn Khabbab, edhe e ka këshyr, Khabbabi e ka këshyr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ka pasur që është fal pejgamberin sallallahu alaihi wasallam tërë natën. Atëherë i ka thënë pejgamberi Khabbabi, i ka thënë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, bi anta wa ummi, ka thënë, e bafsha kurban babën dhe nënën tëme për ty. Thot je falë sonte një namaz që nuk të kam pa të falësh më herët kështu. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, ky është namaz i atij që shpreson dhe friksohet. Shpreson te Allahu subhanahu wa taala, friksohet te Allahu subhanahu wa taala. Thot dhe i ja kërkova Allahu subhanahu wa taala 3 gjëra. Ja kërkova Allahut 3 gjëra. Thot edhe më dha 2 dhe më ndaloi 1. E lutë Allahu subhanahu wa taala që mos na shkatroj me ato që i ka shkatruar umetet para neve. Thot që mos na shkatroj, do thot me varfri, apo mos na shkatroj me skamje, mos na shkatroj me mungesë nga uria. Thot edhe ata më ka dhënë, thot Allahu subhanahu wa taala. Thot edhe pasur, thot lutë Allahu subhanahu wa taala që mos ja mundsoj armikut që të na pushtoj të gjithëve. Dhe të na mund të gjithëve. Thot edhe ata më ka dhënë pejgamberi. Ka dhënë Allahu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot edhe e lutë Allahun subhanahu wa taala që mos na ndaj në grupe. Thot ata nuk më ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, nuk e ka dhënë Allahu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Thot, e një herë thot pejgamberi sa më ka lexuar në namaz të natës, tër namazin e natës një ajet të vetëm thot. Që është fjala Allah subhanahu ku ka thënë Allah subhanahu in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nëse ti i dënon ata, vërtet ti je nga vërtet ata janë robët e tu. E nëse u fal atyre thot ti vërtet je ai që je aziz dhe hakim, thot ti ke forcë të madhe dhe je i urtë, ke urtësi dhe i vendos gjërat ato kanë vendin. Me këtë thot ka bërë ruku dhe sejdë edhe me këtë ka bërë dua pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ja kur ka mbri sahabët atë Abu Dharr radhiyallahu anhu ka thonë ja Rasulullah, thot ti vazhdimisht e lexoa këtë ajet deri në sabah. E bëje këtë në ruku, në sejdë dhe lut që Allahun me të. Atëherë thot për ndryshe ti thot Allah ta ka mësuar tër Kur'anin, pse ke bërë këtë ja Rasulullah? Thot edhe po ta bënte ndikush nga ne këtë thot do të hidhrohesh me të. Atë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i ka thënë thot ja kam lutur, i kam kërkuar Allah subhanahu shefatin për umetin tim. Shefatin do të thot më jep mundsoj ndërmjetësimin për umetin tim. I kam lutur Allah subhanahu taala të më mundsoj ndërmjetësim për umetin tim. Edhe ma ka dhënë. Ma ka dhënë Allahu subhanahu taala. Wa hiya na'ilatun insha Allah liman la yushriku billahi shay'an. Ky shefat, ky ndërmjetësimi imi thot do ta kap çdo kë thot përveç për atyre të cilët nuk bën shirk në Allahun subhanahu taala. Ky thot do ta kap çdo kë për atyre të cilët nuk bën shirk në Allahun subhanahu wa taala. Po ashtu ka thënë Allahu ka thënë Allah thot i ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ja Rasulullah. I ka thënë një njeri i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një njeri i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja Rasulullah. Inna li jaran yaqumu al-layl wa la yaqra'u illa qul huwa Allahu ahad. Yuraddiduha wa la yazidu 'alayha كأنه يقللها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن. إنها لا تعدل ثلث القرآن. Thot një njeri i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë ja Rasulullah, unë kam thot një komshi. Edhe ai komshiu im thot falet. Dhe nuk lexon asgjë tjetër përveç kul huwa Allahu ahad. Dhe përsërit atë. Dhe nuk shton. Dhe ky mendonte se ky po falet pak, thot po falet pak në namaz. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë pasha atë që ka shpirtin tim dorën e tij, thot ajo thot është sa 1/3 e Kuranit. Ajo është sa 1/3 e Kuranit, thot. E me këtë çfarë përfiton besimtari? Përfiton që namazi i natës për besimtarin e mirë nuk bën të lihet. Edhe nëse besimtari nuk din prej Kuranit, edhe nëse përsërit vetëm një sure, edhe nëse përsërit vetëm një ajet, të lexoj sa më shumë Kur'an është shumë mirë po nuk ka gjë të keq që ta lexoj edhe është një ajet të vetëm dhe të vazhdoj në këtë mënyrë ibadetin Allahut subhanahu wa taala. Kjo është nxitje dhe duhet të bëj vullnet të gjithë neve që ta praktikojmë atë çka të bëjmë ibadet Allahut sa më shumë edhe nëse nuk dim shumë prej librit të Allahut. Wallahu tebaraka wa taala alam. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.